Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini. Sot do t'i futemi një pyetje që me siguri shumë prej nesh e kanë bërë të paktën një herë. Pse muaji i bekuar i Ramazanit duket sikur lëviz çdo vit, ndryshe nga festat e tjera që i kemi shënuar në një datë fikse? Ja pra, kjo është pyetja kryesore. Të gjithë dimë që Krishtlindjet janë gjithmonë më 25 dhjetor. Por Ramazani, ai shfaqet herë në pranverë, herë në verë, herë në dimër. Pse ndodh kjo gjë? E po përgjigja, besojeni ose jo, fshihet lart në yje, dhe sot do ta zbulojmë së bashku. Okej, le t'ja fillojmë. Për të zgjidhur këtë mister, fillimisht duhet kuptojmë dy mënyrat kryesore, themelore, se si njerëzimi e ka matur kohën prej mijëra vjetësh. Gjithçka ka të bëjë me ndjekjen e dy trupave qiellor, diellit dhe hënës. Së pari, kemi sistemin diellor. Ky është ai me të cilin jemi mësuar pothuajse të gjithë ne në jetën e përditshme. Gjithçka bazohet në një cikël të plot, në një rrotullim të tokës rreth diellit. Dhe ky udhëtim i gjatë përcakton stinët tona, pranverën, verën, vjeshtën dhe dimrin. Dhe sa zgjat ky udhëtim? E po zgjat rreth 365 ditë. Në fakt është pak më shumë se kaq, dhe pikërisht prandaj kemi vitet e brishta çdo 4 vjet, për ta rregulluar atë diferencën e vogël. Por numri kryesor që duhet të mbani mend është ky, 365. Por prisni, ka edhe një orqell tjetër që njerëzimi ka përdorur, dhe ajo është hëna. Sistemi hënor, siç e tregon edhe vetë emri, bazohet tërësisht të ciklet e hënës rreth tokës, dhe çdo muaj i ri tradicionalisht fillon me shikimin e parë të hënës së re, e cila njihet si hilal. Dhe ja ku gjërat bëhen vërtet interesante. Një vit i plot hënor, pra 12 cikle të hënës, ka vetëm 354 ditë. Kjo është rreth 11 ditë më pak se viti diellor. Bajeni mend mirë këtë numër, sepse pikërisht ky është qelsi gjithë misterit ton. Pra, këto dy ora kozmike, dielli dhe hëna, quhen në krijimin e dy sistemeve të mëdha kalendarike. Këto dy sisteme formosojnë botën tonë sot dhe mënyrën se si ne e perceptojmë kalimin e kohës. Nga njëra anë, kemi kalendarin gregorian. Ai bazohet plotësisht në sistemin diellor. Ai u reformua në vitin 1582 nga Papa Gregori XIII, pikërisht për të siguruar që Pashkët dhe festat e tjera të mos lëviznin nga stinët e tyre. Dhe sot ky është kalendari standard që përdoret globalisht për punët civile, për ekonominë, për gjithçka. Dhe nga ana tjetër, kemi kalendarin islamik, i cili është krejtësisht hënor. Ai u vendos zyrtarisht rreth vitit 638 nga halifi Omer ibn el-Hattab. Dhe pika e tij e fillimit, viti 0, le të themi, nuk është e rastësishme. Është një ngjarje historike thelbësore. Hijreti, shpërngulja e profetit Muhammed. Dhe ky kalendar përdoret nga muslimanët në të gjithë botën për të përcaktuar datat fetare. Dhe ashtu si kalendari diellor, edhe ky sistem hënor është i organizuar në 12 muaj. Ja ku i kemi të gjithë këtu, nga Muharremi deri te Dhulhixhe. Dhe natyrisht, ai që po kërkojmë ne është muaji i 9, Ramazani. Kjo strukturë me 12 muaj nuk është thjesht një traditë, por është e themeluar edhe në Kur'an, siç e shohim në këtë varg nga surja Et-Teube, duke i dhënë këtij kalendari një bazë të fortë fetare dhe shpirtërore. Mirë, tani i kemi mbledhur të gjitha pjesët e puzzle-it. Kemi sistemin diellor, sistemin hënor, dy kalendar. Tani ka ardhur koha t'i bashkojmë të gjitha dhe të zgjidhim përfundimisht misterin. Pse Ramazani lëviz? Dhe kjo pamje ilustron në mënyrë të përsosur. Shikoni diferencën. Një vit diellor me 365 ditët e tij dhe një vit hënor me 354 ditët e tij. Ky boshllëk i vogël vizual që shikoni, kjo diferencë është rrënja e gjithçkaje. Pra, pika thelbësore, përgjigja shkencore, është pikërisht kjo. Diferenca prej rreth 11 ditësh çdo vit. Kjo është arsye e pastër matematikore dhe astronomike pse Ramazani nuk qëndron kurrë në të njëjtin vend në kalendarin gregorian. Le ta shpjegojmë hap pas hapi që të jetë fare e qartë. Së pari, viti hënor është 11 ditë më i shkurtër se ai diellor. Së dyti, kjo do të thotë që çdo vit Ramazani fillon 11 ditë më herët krahasuar me kalendarin ton të përditshëm. Dhe së treti, me kalimin e kohës, për rreth 33 vjet, ai përfundon duke kaluar nëpër të gjitha stinët e vitit, një cikël i plot. Le të marrim një shembull super të thjeshtë për ta bërë edhe më konkret. Imagjinoni që Ramazani këtë vit fillon, le të themi më 10 mars. Duke ndjekur logjikën tonë, çfarë ndodh vitin tjetër? E po, ai zhvendoset prapa me 11 ditë, kështu që do të fillojë rreth datës 28 shkurt. Dhe kështu vazhdon, vit pas viti, duke lëvizur vazhdimisht prapa nëpër kalendar. Por,
E dini çfarë? Kjo nuk është vetëm matematikë dhe astronomi. Për besimtarët musliman, ka një urtësi të thellë shpirtërore pas këtij dizajni qiellor. Nuk është thjesht një rastësi. Le të shohim se cila është ajo urtësi. Kjo lëvizje vazhdueshme ka një kuptim të thellë. Ajo siguron drejtësi hynore. Askush nuk e ka privilegjin të agjërojë gjithmonë në dimër me ditë të shkurtra dhe të ftohta, dhe askush nuk e ka barrën të agjërojë atë gjithmonë në vapën e verës me ditë të pafundme. Me kalimin e kohës, çdo besimtar në çdo cep të botës e përjeton Ramazanin në çdo stin. Kjo krijon një përvojë thellësisht të përbashkët që i lidh brezat me njëri tjetrin. Pra, për ta përmbledhur gjithçka në një tabelë të thjeshtë, kemi kalendarin hënor, si ai islamik që bazohet te hëna, ka 354 ditë dhe lëviz në përshtin, dhe kemi kalendarin diellor, si ai gregorian që bazohet te dielli, ka 365 ditë dhe është i fiksuar me stinët. Këtu qëndroni gjithë historia. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të menduar, për të reflektuar. Përtej numrave dhe orbitave, si e formoson mënyra se si ne e masim kohën, qoftë përmes diellit apo hënës, përvojën tonë si njerëz dhe përvojën tonë shpirtërore. Një pyetje që na kujton se sa thellësisht të lidhura janë astronomia dhe jeta jone e përditshme. Faleminderit që na ndoqët.